Këna qësi, moti si na po, a? Këna qësi me rokja, shumë mirë ke thonë. Kushtrim, qëfar respektit kemi bo? Ta që me thonë një ullë mes dy femnave, unë nuk jam femën bashkë këtu. Po. Se po të shkomenja dy që shumë ndryshe. Mirë se keni ardhur, Exona mirë se ke ardhur. Faleminderit. Për herë të parë, po të show. Kam këndu Po flas me intervist? Jo, me intervist jam s'pari herë. Për herë të parë. Po. Tash i kena do pyetje për ty sot edhe për histori edhe për gjeografi edhe do kemi për matematike, për gjuhë shqipe, do kemi shumë gjona sot. Faleminderit. Faleminderit shumë. Jam përgatitur shumë mirë. Je përgatitur shumë mirë. Krye qyteti Kazakstanit. Tash sepse Kazakstani është një qytet që po përmeret shumë kohë të fundit. Jo, mos ke marrë, nuk janë të pyetjet, kënaqësi që kemi sot realisht. Dhe ajo që mu më bën përshtypje me ditë edhe në këtë bashkëpunim që keni pas, keni bërë një këngë shumë të mirë, komplimente, bravo qoftë. Faleminderit. Ideja ku ishte për këtë bashkëpunim, e kushtrimit apo e jotja? Po la kushtrimin me fol. Hajde, kushtrim. Unë faktikisht dashta mi sjaruni, se dashta mi la Exonën këtu mull, po tha, ti fol ma mirë, dhe këtu. Ma shumë, jo ma mirë, se kja fol ma mirë, po tutet pak, me qenë se është era e parë. Faleminderit shumë për respektin që mu personalisht ma bëni gjithmonë Altin, Marash, Fol Shqipshov. Ideja është kone jemja, për këtë kongë, do më thonë kjo kongë, nështë 10 kongëtare, i kom provu, deri sa jena arë të Exona, kuna ju ka përshtatë mas mirëti. Qysh i ki provu dhe këngëtare s'pe kuptoj? Mi këndu kongën. Amo i ki në shku në studio, Do më thonë, edhe ti i ki refuzu ato apo si? Si kom refuzu, po dhe ato e kam pa që nuk ku ka ndoshta përshtatja që shubot me Exonën. Shumë interesant. Interesant. Tash, po e di shka, a unë jeli hatri se në fushën e ju i ka gjelozi shumë? Ka gjelozi tash fushën e artistëve të këngëtarëve me mujt njëri tjetrin në hani. Këta e di une, këta e kuptoj që me mujt shkërdo shkyhi në veti. Pavarësisht që puq edhe kështu natën e mirë zajmë është flitet shumë në për estradë, mirë po nuk ka gjë reale. Në estradë nuk besoj që ka një shoqëri reale s'ka.